Sallallahu alaihi wasallam një ditë doli nga dhoma e tij në xhami, ai ka pas dhomën e ngjit me xhamin për m'ia tregu muslimanëve kur është nata e Kadrit. Dhe i pa dy muslimanë ziheshin, grindeshin në xhami. Edhe shkoi t'i pajtoi ata. Tu i pajtu ata, i ngrit dituria që kishte dhënë Allahu kur ka më qenë nata e Kadrit. Edhe tha muslimanëve, o musliman, dola m'ia tregu kur është nata e Kadrit, mirë po i pash dy muslimanë të uzanë me zveti, edhe duke i pajtu ata, Allahu e mori diturin e natës e Kadrit. Dhe për këtë shkak, dhe dhëtë, mos marrëveshjet mes muslimanëve e largojnë bereqetin e veprave të mira për muslimanëve. Dhe në këtë rast, mos marrëveshja mes muslimanëve ishte shkak që me ngrit një ditë të bereqetshme për muslimanëve, saksisht që pastaj mu shëndru në bereqet tjetër, që muslimant me shtu adhurimin edhe mos mu mjaftu vesh me një natë për mi kalun 10 metë. Lusim Allahu më xhelal që na jap sinqeritet dhe durim në këto adhurime.